Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Ilir Kërçeli është tallur me Lidhjen Demokratike të Kosovës pasi nuk u arrit marrëveshja për çështjen e presidentit. Ai ka ironizuar me frazën që Kurti e kishte thënë për bashkëpartiakët e tij që u larguan dhe u angazhuan politikisht në PSD më pas. Rini bre, merrni 4 ministri, jo po shkojmë zgjedhje, ani shkojmë pra, ironizoi Kërçeli. Kanë mbetur edhe 8 ditë kohë kushtetuese për të votuar presidenti. Nëse procesi dështon, vendi automatikisht shkon në zgjedhje. Analisti politik Xhevdet Pozhari në një postim të tij në Facebook i është drejtuar kryeministrit Albin Kurti, duke i thënë që t'ua ofrojnë pozitën e presidentit opozitës në vend se të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Pozhari shkruan se opozita nuk është e interesuar të bashkëqeverisë me Albin Kurtin. Sipas tij, ata janë milioner, biznesmen të maskuar si politikanë ose veç masha të oligarkëve. Në vim, postimi i tij plot. Era zgjedhje. Albin, kot ju bën ftesë për presidentin. Janë të njëjtit sipas 9 shkurtit, sipas 28 dhjetorit, të gjithë kundër teje mbajnë shpresën se do të arrijnë ta zbejnë fuqinë tënde politike. Duan të bllokojnë me çdo kusht, pa zgjedhur mjete, por megjithatë, ti ofrojua presidencën. Le ta shohin edhe vetë në popull që këta nuk janë të interesuar për të bashkëqeverisur me dikë që i ka 16 euro në llogari. As që duan ta dëgjojnë se adetarët e dikurshëm e kanë shkrirë jo veç pasurinë, por çdo gjë që kanë pas për shqiptarinë. Këta janë milioner, biznesmen të maskuar si politikan ose veç masha të oligarkëve. Duan dikën si vetja. Ballafaqimi me ty është sikur t'ua kthesh pasqyrën që ti shohin të bëmat e tyre. Asociacioni, gjykata speciale, banda terroriste që dikur operonin në veri, strukturat paralele, dinari, pritjet e gjata që lista serbe vjen nga rashka për t'ua bërë qeverinë e tjerë. Me pak fjalë, në atë pasqyrë shohin shëmtinë e tyre, por ti prap ofrojua presidencën. S'do ta pranojnë. Ti je pengesa.